إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, I cili padyshim është meritor për çdo falënderim dhe çdo lavdat. Prej Tij kërkojmë ndihmë, tek Ai pendohemi. Kërkojmë nga Allahu azza wa jall të na mbron dhe të na ruan nga e keqja e shpirtit tonë dhe nga veprat tona të liga. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut azza wa jall, ai është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selame të shumta dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi shokët e Tij. Xhamatlit të nderuar, ju porosis juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Frikë respekti dhe devotshmëria për Allahun azza wa jall janë përgatitja jonë më e mira për udhimin ton këtë botë dhe për takimin me Allahun azza wa jall botën tjetër. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju besimtar, keni frikë Allahun azza wa jall me një frikë të vërtetë dhe mos vdesni ndryshe përveç si musliman. Një ndër hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe ky hadith ku I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: El mustasharu mu'taman. Thot pejgamberi alaihi salam, këshilltari është besnik. Nga kjo pjesë e hadithit realisht, ose nga kjo këshill e shkurt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don t'i këshillon besimtarët në dy rastet. Edhe atëherë kur ka nevojë për këshill, por edhe kur prej tyre kërkohet këshilla nga të tjerët. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit me këtë, që në situata ku njeriu ka nevojë të merr mendimin e tjetrit, në situata të pavendosura kur është njeri, në situata të vështira, në situata të ndryshme, njeriu të mos heziton, po të kërkon këshill, e që gjithsesi këshilla kërkohet nga njerëz të dijshëm, nga njerëz e urtë, nga njerëz me përvojë. Po në anën tjetër, a njeri nga I cili kërkohet këshilla duhet të jetë besnik. Duhet të jetë besnik në kuptimin të jetë I sinqert në këshillën që ja. Pra të uzon njerëzit drejt, në momentin kur njeriu I jep këshillën dikujt, jo aty ku është e dobishme, realisht e ka tradhtu. Po duhet të jetë I sinqert, I besueshëm. Dhe në anën tjetër, këti besueshëm të mos I shfaq sekretet e tij. Se kur njeriu vjen të këshillohet diçka me ty, ai ka besim tek ti. Ai të beson se ti e ruan sekretin e tij. Ti e ruan konsultimin e tij. Zakonisht në konsulta të ndryshme, njeriu tregon edhe gjëra që janë sekrete në shefta, që nëse personale ose familjare ose kështu që njeriu të jetë besueshëm. Mirë po duke lexu këtë këshill, po ta dëshirë që këtu në hutbe ta sjell një tregim ose një pjesë nga biografia dhe historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pjesë e këtij tregimi është edhe kjo këshill. I dërguari sallallahu alaihi wasallam në një ditë, në një kohë të pazakonshme për të që të del jashtë shtëpie, del.
mesi ditës, nxehtë, e pazakonshme në vendet e nxehta, si në Medinë që njëri të del në atë kohë. Dhe nuk ka qenë kjo praktike e pejgamberit s.a.s. Po del këtë kohë të pazakonshme. Dhe ndërkohë vjen Abu Bekri radiallahu anhu. Dhe pyet i dërguari s.a.s. Çka të sjellë o Abu Bekr? Që thëmë në fjallë, po çka të qiti? Thot erdha ta shoh të dërguarin e Allahut, ta shoh fytyrën e tij, takohuna me të dhe ta përshëndes, t'i jap selam. Ndërkohë arrin Omeri radiallahu anhu. E pyet pejgamberin s.a.s. Çka qiti Omer? Thotja Rasulullah, uria. Këtë kohë pas zakonshme ka dalë, s'ka mujt me nejtë mrena me pushu, për shkak të ndjenjes së unit që ka pasur. Pejgamberi alayhis salam këtë tregon, thot, edhe mu, thot Omer. Do të thonë edhe pejgamberi sa ka dalë në këtë kohë për shkak të unit. Unë deshta me sjell këtë tregim përgjithësi se ka shumë mësime, ndoshta s'mundem më unal dhe mi përmend mësimet e kësaj, po secili le i mendon vet. Mirë, po këtu qysh dush nëse tu kanë ngushtu jeta, kuptimin e jetës, po thëmë në aspektet e dunjos, të restu, të ushqimi, të shëndetit, të gjitha. Dise nga situata tilla nuk ka shpëtu as njeri më i lumtur, as njeri më i mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse të ngushtohet dunjaja, nuk do me thonë që njeri nuk është i lumtur, nuk është në rrugën e duhur, nuk është. Kështu që njeriu kur i kujton këto gjëra, këtu në ngushëllim. Dhe të njëjtën kohë në mësim, pejgamberi ka dalë prej shtëpie. Del risku, angazhohet njeriu, mirë po, kjo nuk do me thonë që njeriu nuk ballafaqohet në situata të ndryshme. Sido që tjetër. E dërguari sa sa më thotë, e jani me mua. Dhe vendosin të shkojnë tek një sahabi prej ensarve, Ebul Haytham radiallahu anhu, i cili e ka dorë shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka pas kopshte me hurme dhe dhan, shkojnë tek ai. Ku shkojnë? Sot nuk ka pas shërptor, punëtor që kanë ndihmu. Ai s'ka qelluar aty gruaja e tij. Pyesin ku është? Sot ka shkuar me na sjell ujë. E presi nuk vonon, vjen me një anë të madhe të ujit të rëndë, dhe po se alshon, vjen direkt te pejgamberi sa e ledhaton, e përshëndet, e ka për qafe. Gëzohet për jo çdo lloj musafiri ka ardhur. Në musafir kuptimin tona, ka ardhur pejgamberi Allahut azza wa jalla. Dhe me njëherë në kopshin e tij e merr një shtroj, njaftron në hijen e palmave, uji i freskët dhe e then një deg me hurme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "O Abu Haytham, pse nuk e zgjedhe vetëm disa hurme të pjekuna?" Thot: "Ja Rasulullah, doshta ti marr gjitha, hani atë që dëshironi. Se hurma atë edhe kur nuk është krejt e pjekun. Thot: hani të pjekuna, pa pjekna, zgjedhni atë që dëshironi." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu ju kujton me këto begati, sahabët, dolën prej shtëpie të undë, tash në hije të freskët, ujë freskët, hurma. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Hadha walladhi nafsi bi yadihi tus'aluna yawm al-qiyamah." Alladhi tus'aluna yawm al-qiyamah. Kjo pasha dorë në cilit është shpirti im, është ajo për cilën do të pyetin ditën e Kiametit. Hije freskët, hurma të mira, ujë i freskët. Ai pejgamberi kanë mundur çdo të rijat, po tena klima nxehtë kur është moti ftoft, kur është zheg, klima, kur është ushqimet e tepije të lloj-llojshme mos lasëm. A nuk do të pyetemi për këtë? Po vallahi për gjitha këto begati do të pyetemi edhe ne. Edhe ai njeri i cili ndihet
i sigur nga dënimi i Allahut Azza wa Jall, ai njeriu veç ka rënë kurth. Do të pyetemi dhe do të japim llogari për këto begati. Ebu Haythemi radiallahu anhu, pas një kohe del dhe shkon. Pra me asëm e din se po del me therë diçka, me prej diçka për ta. Sot të mos prej, do me thonë të qumshtit, ka ofë qumshtit. Sa ato jenu shty familja, kretë atëre prej një të vogël prej dhive dhe sjell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Abu Haytham, nuk i punëtor, nuk i në atë kohë që kanë qenë sklavët ose shërptorët, thotë jo ja Rasulullah. Thotë ndërkohë kur të na vjen ndonjë rob i luftës, ndonjë sklav, lajmërohu. Pas një kohe ja sjellin pejgamberin sa dy sklavër dhe vjen Ebu Haythemi dhe i thot pejgamberi alayhis salam zgjedh. Thotë ja Rasulullah, thotë zgjedh ti për mu. Zgjedh ti për mu. E këto thot pejgamberi këtë fjalë, el mustasharu mu'taman. Ti për lyp këshillën tem që me qëlla më e mirë me vendos për ty ose me zgjedh për ty. Se kjo është gjë prej formave ku njeri krijon këshillën, vendos zgjedh ti për mu, kur e din që i një gjonat ose thot këshilltari është i besueshëm. Thot merr këtë. Ja zgjedh nënën prej tyne. Thot se kum po duke u fal. Ato janë ligjes pohim të robërisë e slavërisë, janë periudhë tjetër, janë gjona tjera. Mirë po thot e këshillon pejgamberi sa, thot sillu mirë me ta. E merr dhe shkon në shtëpi dhe i tregon grusë vet, thot kështu ndodhi dhe kështu më tha pejgamberi alayhis salam. Thot vallahi nuk mendoj se kimë përmbush fjalën e pejgamberit alayhis salam vetë me lëshue. Ka thonë kujdesu për të, sillu mirë me të, a thu kimë përmbush këtë këshill? Thot nuk ka zgjidhje tjetër. Atëherë e liran. Kur e dëgjon pejgamberi alayhis salam këtë këshillën e grus, jo gruaja me të shtim rafta, jo duhet halo, jo duhet me pru, jo duhet me bo, jo duhet. Ajo kishte ndihmuar këtë punë të fushës, borsheve, dhënëve atje, deleve, dhive, gjitha. Mirë po e ka synu ose ka dëshiru me këshillu burrin e vet, me rujt fenë e tij. Edhe nëse ka një lodhje më shumë ose një më të madh. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo individ. Mirë po thot, nuk dërgon Allahu pejgamber ose halife, sultan. Vese se cili rreth veti i ka dy grupe të njerëzve, a grupe të ngushta. Çdo kush e ka grupe të ngushtë ku këshillohet me ta, edhe pejgambert kanë shoqërinë e ngushtë, rrethin e ngushtë, edhe mos flasim mo sundimtar ose udhëhecit. Sot një grup prej tyne, një grup janë të mirë, këshillojnë ose urdhërojnë të mirën dhe ndalojnë nga e keqja. E një grup tjetër se kanë nderë këtë çështje. Atëherë ai i cili ruhet që ti grupit keq, vetë është rujtur dhe është mbrojtur. Ata njëri duhet të jetë kujdesshëm që rrethi që rrethon, rrethi me cilën konsultohet, të jenë të sinqert, dhe të jenë njerëz që urdhërojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Sido që të jetë, nga kjo ngjarje ka dhe mësime të tjera të shumta që s'mund t'i përmendim në hutbë. E mirë po të këshilla pra, të këshillohemi për gjonat që kemi nevojë. Kur të këshillohemi të jemi të sinqert në këshillën tonë dhe të besueshëm, ai njeri, thotë na fjala e urtë, kush vetë nuk tret. Për çata dhe në një kuptim të ngjashëm thotë Ali radiallahu anhu, el mustasharu el mushawara thotë hisdun min an-nadama wa amnun min al-mulama. Thotë këshillimi sot të ruan nga pendimi dhe të siguron nga qortimi. Njeri cili këshillohet me tjerë, këshillohet dhe vendos. Atëherë edhe nëse ndodh diçka që e papritur, nëse që nuk e pëlqen,
s'ko që ka penduat se ka bo maksimumin, është këshillu. Po gjithashtu, edhe s'ko pse qërtohet. Për ata, thuhet, është ahmak, ai njeri i cili vetë pëlqimi i tij e pengon nga këshilla ose marrja e këshillave prej tjerëve. Kështu që këshillohemi me njerëz sa që kemi nevojë, dhe ai njeri që të këshillohet duhet të jetë i dijshëm, të jetë i aftë, të jetë i vendosur, të jetë i qëndrueshëm, jo labil, të jetë një njeri sinqert, jo një rënc, jo një mashtrues. Ati që i ranë gjuha, ati i ranë edhe mendja, edhe me dash din me këshilluar. Kështu që të kërkojmë këshill për njerëzve të cilët kanë sinqeritet, kanë përvojën e duhur, kanë vendosmërinë e duhur, dhe nëse këshillohemi nga dikush, duhet ta japim më të mirë maksimumi, të jemi besnik sinqert në këshillën tonë dhe të ruajmë sekretet e tyre. Lutë Allah subhanahu wa taala ta bën nga ata që vazhdimisht këshillohen, se nuk hum kurrë ai njeri që kërkon ndihmën prej Allahut azza wa jall dhe kërkon të mirën prej Allahut, që është istikhare, qoftë me lutje me namaz, dhe ai që e kërkon këshillën nga të tjerë. Kështu Allah na bëj prej atyre që vazhdimisht të kërkojmë ndihmën e Allahut, mbështetemi te Allahu, po ditën ku edhe në rrethin shoqërinë tonë të kërkojmë ndihmën ose këshillën edhe nga njerëz e dijshëm. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam në një rast i numëron 6 obligime që ka muslimani ndaj muslimanit. Dhe në mesin e këtyre obligime e përmend edhe këshillën kur nga i kërkohet këshilla. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. E para, ta kthen selamin, përshëndetja me selam dhe të kthehet selami. E dyta, ti përgjigjet thirrjes së tij kur të fton, në një dasëm, në një gosti, ti përgjigjes thirrjes së tij. E treta, thot kur kërkon këshill prej tij, ta këshillon me sinqeritet. E katërta, është që kur ai të tesh dhe thot elhamdulillah, jo të thojnë ashnet, që kemi në tradit, por është doja e veçantë, yerhamukallah, të bëjmë doa për ta. Pra ai që tesh duhet të thotë elhamdulillah. Muslimani duhet t'ia kthej me fjalën yerhamukallah, pra të lutet për Allahu të mëshiroft. Gjithashtu, kur ai të smuar ta viziton dhe kur të ndron jetë ta përcjell xhenazën e tij. Allahu na bëf për atyre që i përmbushin obligimet ndaj njëri tjetër, duke ja përparësi gjithsesi obligimet e Allahut në rand të parë, na bën prej atyre që janë të dobishëm për shoqërinë, na bën prej atyre që gjithherë janë shembull i mirë, japin këshilla të mira, konsultohen me njerëz të dijshëm, me njerëz të mirë dhe janë të lumtur këtë botë në botën tjetër. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.